Zoti avokat, në orët e fundit kishim disa lajme e para për vizat për studentët që do kalojnë në filtr, pra nga ambasadat e konsulatat në çdo vend pas urdhit të Departamentit të Shtetit. Dhe së dyti qarkulloi edhe një lajm që mundet që në të ardhmen tarifa për vizat të shkojnë në $400, kurse aplikimi për lotarinë amerikane të ketë një tarifë gati $250. Janë në një draft të shkruara këto, janë qarkullim vetëm në media, janë futur në fuqi apo janë thjesht diskutime? Besoj se kjo administrat ka folur qartë se do mundojnë të rrisin të ardhurat në çdo drejtim dhe fatkeqësisht të huajt, po thojmë kështu, veçanërisht shqiptarët, do të jenë nga ata si mund të pasojnë një farë ndëshkimit ekonomik nga administrata e re. Amerika ka një deficit shumë të lartë dhe po mundohet përmes disa prevjeve shkurtimit të buxhetit domethënë ta ndryshojnë këtë drejtim dhe komunët me të hiku para do ta bëjnë. Në këmishtimin tim është diçka serioze. Unë nuk e kam parë projekt ligjin veçanërisht, por besoj se kjo administrat që ka bërë deri tani na ban me menduar se është diçka që do të ecin shumë shpejt. Si që dini vetë, sekretari Rubio është i mbështetës i fortë i administratës Trump, edhe besoj se është një individ si ka kallëzuar se nuk ka frikë të shkojnë edhe në universitetet amerikane të ndëshkojnë direkt, nëse është interesin e agendës të administratës Trump. Por kjo ndodh për herë të parë në mos gaboj e vizave, si lotarisë, por edhe e tarifa për vizat. Po, sepse faktikisht, historikisht, kjo tip green card përmes loteriet është menduar për të afruar në Amerikë disa kombësi si në kjo të përfaqësuar mjaftueshëm në shoqërinë amerikane. Edhe nëse shifim kuotat, për shembull, një shteti si Shqipëria ka goxha viza, domethënë goxha viza imigrimit, green card të më shumë në proporcion për shembull popullsinë si një italian ose një gjerman, sepse shqiptarët nuk ka mjaftueshëm në krahasim me disa popull të tjerë. Fakti si mund të shtohet në një farë pagesë, nuk besoj se do jetë diçka si do e ulin numrin e aplikuesve, por nga ana tjetër bëra disa aplikuesi nuk kanë pas interes të veçantë të vinë në Amerikë, nëse përpara kanë aplikuar thjesht se një shok o një mik i ka drejtuar, tash se do të ketë një farë pagesë, bëra nuk do ta bëjnë, të lajnë vendin aty se janë vërtet të interesuar drejt Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Ashtu sigurisht thamë më lart edhe studentët preken nga kjo, por ka informacion sa mund zgjas verifikimi për studentët? Për hir vërtetës është e pa precedent që po ndodh në drejtim të studentëve dhe unë nuk jam as pak admirues i vendimeve si nga ekzekutivi si janë domethënë kështu afat shkurt. Nëse presidenti mendon se një revolucion, domethënë një ndryshim ligjor në drejtim të vizës studentore ose çfarë studentët do pranojnë, do të ndodhin, për mendimin tim do të më kaluan nga kongresi. Dhe kjo për momentin nuk ka ndodhur. Gjithçka domethënë apo me urdhër presidentit dhe siç e di mund të ndryshuar nga një president tjetër ose edhe shumë herë mund të kuptohet nga gjykatat të ndryshme. Ajo që është më shqetësuese është se ka shumë studentë edhe shqiptarë, si janë studentë huaj si studiojnë në Harvard ose në universitete tjera të Amerikës. Dhe me këtë luftë si po është hapur me disa administratë, domethënë edhe disa universitete amerikane, me që kemi lexuar në gazeta këtu ditë, po sulmohen veçanërisht studentët dhe të detyrohen të ndryshojnë universitet dhe në disa raste me që ka folur veçanërisht edhe dje zoti Rubio ka thënë se do të filtrohen akoma më shumë studentët si do vinë në Amerikë, sidomos nga ideologjia e tyre. Dhe kjo është për mendimin tim në drejt për drejtim në kundërshtim me First Amendment, si është liria e shprehjes dhe mendimit. Por shohim se do të shkojmë kjo nëpër gjykata, sepse jam i sigurt se do të luftohet në gjykatat përkatëse në Amerikë. Avokat, po çfarë po ndodh në bisedën e fundit kemi folur për vendimet për deportimin e emigrantëve pa dokumenta. Çfarë ka ndodhur nga ai moment i fillim vitit? Tash deri tani faktikisht ndryshimi me administratën Biden në përqindje, domethënë nuk është i dallueshëm. Propaganda ose më thënë kështu zërja shumë më e lartë në këtë administratë, domethënë lexohet për ditë për deportation, por faktikisht domethënë në data që kemi të disponueshëm deri tani nuk